Europa mund të përballet me mungesë karburanti për avion brenda disa javësh, paralajmëron organi i aeroporteve. Grupi i industrisë aeroporteve në Europë ka paralajmëruar se kontinenti mund të përballet me një mungesë sistemike të karburantit për avion brenda 3 javësh nëse ngushtica e Hormuzit nuk hapet, duke bërë thirrje për veprime urgjente në të gjithë Bashkimin Evropian për të siguruar furnizime përpara sezonit kulmor të udhëtimeve verore. Në një letër drejtuar Komisionit Evropian, Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve të Europës tha se një krizë karburanti do të dëmtonte ndjeshëm ekonominë europiane, duke përkeqësuar ndikimin makroekonomik të rritjes së çmimeve të naftës të shkaktuara nga konflikti në lindjen e mesme. Lidhshmëria ajrore kontribuon me 851 miliardë euro në produktin e brendshëm brut të çdo vit për ekonomitë europiane dhe mbështet 14 milion vende pune. Aeroportet që trajtojnë 26% të eksporteve të Europës sipas vlerës, bazuar në të dhënat deri në vitin 2019. Një takim i grupit të koordinimit të naftës të Komisionit Evropian këtë javë tregoi se aktualisht nuk kishte hartëzim, vlerësim apo monitorim në të gjithë Bashkimin Evropian të prodhimit dhe disponueshmërisë së karburantit për avion. Ky organi ka kërkuar Komisionit të ndërhyjë dhe hartëzojë disponueshmërinë aktuale dhe të parashikuar të karburantit për avion kundrejt nevojave, të identifikojë burime alternative importi, të vlerësojë kërcënimet ndaj luftës së karburantit brenda Bashkimit Evropian dhe të vlerësojë nivelet e rezervave komerciale dhe strategjike. Çmimet e karburantit për avion janë më shumë se dyfishuar në 150 deri në $200 për fuqinë e javës të fundit, një goditje financiare për një industri kur karburanti përbën deri në 1/4 e shpenzimeve operative. Letra gjithashtu bëri thirrje për një sër ndërhyrësh të menjëhershme politike, duke përfshirë heqjen e përkohshme të kufizimeve të importit të karburantit për avionët, përkatësisht atyre sipas rregullores së re të Bashkimit Evropian për metanin, e cila do të hyjë në fuqi në janar 2027. Organi gjithashtu sugjeroi blerjen kolektive të karburantit për avionët nga Bashkimi Evropian dhe detyrime të synuara të rafinerive për të mbrojtur prodhimin dhe përfshirë aeroportet, linjat ajrore dhe ofruesit të shërbimeve toksore në ndihmën shtetërore në përgjigje të krizës.